Për të folur në lidhje me atë se çka ka karakterizuar ditën e sotme, më saktësisht Kuvendin e Kosovës në lidhje direkte me mua është Sali Rexhaj, analist. Zoti Rexhaj, faleminderit shumë që gjete kohë që ti jesh pjesë e Infodes. Është nder për mua, gjithashtu. Faleminderit shumë. I nderuar, besoj se i keni përcjell të gjitha ato se çka ndodhi në Kuvendin e Kosovës. A ishte diçka e pritshme ajo çka ndodhi edhe sonte? Tashmë kemi tentimin e 5 radhazi dhe nuk kemi kryetar të Kuvendit të Kosovës. Po për mua ishte e pritshme kjo. Nuk u befasova asgjë sepse vetëvendosja është e interesuar se ta zgjas sa më gjatë mbetjen në pushtet, se dhe ashtu e din se nuk kanë numra për ta formuar qeverinë. E njëjta gjë ka ndodhur edhe në vitin 2020, ju kujtohet edhe pse parlament u shkarkuar në të 3 vota sa më kujtohet. Këta prapë mendonin se kanë drejt me mbet pushtet dhe i dërguan krejt rastin gjykatë kushtetuese për ta zgjatë pushtetin 2-3 muaj deri natën e fundit. Pra një lojë politike e parë dhe herave të kaluara nga vetëvendosje. Po, më saktësisht ata nuk e kanë votuar kryetarët e Kuvendit të Kosovës të propozuar në mandatet e LDK-s dhe PDK-s, një farë mënyrë apo i kthehet bumerang LDK-s dhe PDK-s ajo se çka ju ka ndodhur të mos votojnë edhe ata kryetarin e propozuar nga lëvizja vetëvendosje zonjën Albulena Agjiu. Për fat keq po ndodha njëjta gjë edhe pse jo për të njëjtat arsye. Vetëvendosja në atë kohë ishte kundër gjithëve, pa marrë parasysh se kanë do ta vendoste PDK-ja ose LDK-ja, ata do ta kundërshtonin. Ndërsa në këtë rast PDK-ja i ka arsyet e veta, shkaku i Albulena Agjiu, e cila është sill shumë keq sipas tyre gjithnjë. Ka qenë shumë konfliktuoze, ka hyrë kadrivesterin kur ishte kryetari i parlamentit në mënyrën më të, çu të them, me gjuhë shumë fyese. Pastaj ata kanë akuzas edhe të bazuara se nuk është kujdes për krerët e UÇK-s atje gjatë gjykimit, edhe gjëra tjera, por unë kam një mendim pak më ndryshe. Pa marrë parasysh se kanë dhe qetë vetëvendosja, edhe pse ka qëllim me qitë një kandidat cilin e kundërshtojnë parti tjera. Unë e kom ditë edhe më herët, pa 2-3 javë se do ta qesin Donika Gërvallën për t'i provokuar PDK-n sidomos për të mos votuar, sa ata janë të interesuar që ta zgjasin këtë situatë, sepse e dinë se qëllimi është që ta zgjasin jetën e pushtetit për ndonjë ditë. Nuk i kanë numrat definitivisht nuk i kanë numrat për qeveri, nuk i kanë për krahjen e Amerikës edhe dinë se do të shkojnë në opozitë. Dhe në këtë mënyrë e shtyjnë vetëm edhe ndonjë ditë, edhe ashtu janë jashtë ligjore janë të shkojnë në qeveri. Edhe për këto me siguri se do të kenë përgjegjësi penale. U tha nga Lidhja Demokratike e Kosovës se po shkelin në nenin e 72 të Kushtetutës së Kosovës, pra po e zhvillojnë përsëri aktivitetet e tyre politike brenda institucioneve të Kosovës, pra po vazhdojnë të udhëheqin në postët e ministrisë, të marrin vendime të ndryshme. Pra, si e shihni ju këtë forcit të vetëvendosjes për të mos u larguar nga institucionet e vendit, edhe pas dorëheqjes së tyre u pan si deputet ku votuan për kryetar të Kuvendit të Kosovës? Po, unë thash edhe më herët se është qëllimi i tyre me mbet në pushtet, me zgjat pushtetit edhe në ndonjë ditë. Ka drejt, me plotësisht me drejt, ashtu nuk jam jurist, jam ekonomist në profesion, po që ato ligje i kam lexuar. E di se edhe me nenin e kushtetutës, po edhe me ligjin cilin e kanë sjell vetë në pushtet, në fuqi. Aty decisivisht thuhet se nga një ditë para se të certifikohen deputetet, ata ministrat ata duhet të tërhiqen nga posti i deputetëve. Dhe tërhiqja do të thotë dorëheqje cila ka kuptim se ata nuk kthehen më në zyre, se unë nuk di ç'është dorëheqja, nëse sot jap dorëheqje, nesër shkoj prapë në vendin e njëjtë punës, edhe logjikisht pas që njëri fare jurist e ka logjikën e vet juridike. Apo friksohet vetëvendosja që të vijë në pushtet dhe të përballet me gjitha këto problemet
që qytetarët e Kosovës i kanë tashmë, dihet se shtrejtimi i rrymës i ka nevlikosur të gjithë qytetarët, duke ditur se ka një rritje prej 16.1%, ndërkaq në dimër do të ketë edhe një rritje më të madhe të energjisë elektrike, duke ditur se në dimër ka edhe më shumë shpenzime sa i përket energjisë elektrike, ndërkaq pagat minimale në Kosovë vazhdojnë të jenë jashtëzakonisht të ulta për krahazi shpenzimet të cilat ballafaqohen qytetarët e vendit. Unë jam ekonomist me profesion dhe jetoj në Zvicër. Në kohën më të madhe të jetës e kaloj atje, në një shtet ku paga minimale është 4.000 franga, do të thotë diku 4.500 euro. Edhe besoni se unë me familjen time 4 antarëshën me një bani 5 dhomëshe, cila çdo gjë funksionon puja me rrymë, i paguaj 400 franga në vit. Do të thotë, dikutarën atë familjes time janë rreth 20.000 franga e unë i paguaj 400. Tash merre veç krahasone se sa ajo përputhet me ato të kurtit se thoshte se na nuk e vrejmë se sa paguhet rryma sa ishte në pozitë. Shtrajtimi ka si madh i rrymës, po dhe artikuj unë vi shpesh në Kosovë dhe kur nuk pa ndodhë si kur këtë herë, besoni se shumë artikuj të njëjtë si në Zvicër janë më shtrejtë se sa në Zvicër, janë Kosovë më shtrejtë se sa në Zvicër. Unë se di se pse nuk ka protesta më të mëdha sociale, po vetë vendosja nuk e ka këtë frikë, se nuk e ka këtë ndjenjë, nuk e ka ndjenjën e përgjithësisë fare. Ata e kanë qëllim vetëm të mbesin pushtet, të shfrytëzojnë beneficionet, se dhe ashtu kështu disave nuk jetojnë familjet në Kosovë. Ata nuk e kanë ndjenjën, nuk ju blejnë fëmijëve rroba, nuk i dërgojnë fëmijët në shkollë, nuk paguajnë rrymë vetë as kurti, as gërvalla dhe këta, për shembull, të dyve ju jetojnë familjet njënit në Gjermani, tjetrit në Norvegji, edhe nuk mishrohen me situatën sociale në Kosovë. Unë për vete kam qenë aktiv në politikë në vitet 90. Edhe mbas luftës më kanë thirrë të gjitha partitë, edhe Ramushi, edhe Sejdiu, edhe Rugova kur ka qenë Hashimi, më kanë thirrë më kthy. Po ka qenë mos nuk ka shku menja me lën familjen time në Zvicër, fëmijën e mi në Zvicër edhe marr me politikë Kosovë. Po dhe nga ana financiare nuk ja vlen një njeri i cili e ka një punë në Gjermani, në Zvicër, ku do në prendim, edhe marr si ky Krakja, që ka emrin ky, cili rënë se është profesor në Paris, ndërsa vjen për 1.500 euro dhe stillet në për rrugë të Kosovës, ku roli tina nuk ka ndonjë ndikim shoqëri fare. Unë besoj se do të ketë, pa marrë parasysh se kush vjen pushtet, do të ketë probleme sociale, se dhe vetë diaspora nuk e luan rolin cilin e ka pas përpara. Se përpara për çështje sociale jemi kujdes ne, unë e kam mbajt familjen time, shoqja ime ka mbajt familjen e vet. Na i dërgojmë edhe ma tutje i dërgojmë të njëjtat mjete, po ndal nga dal po ndryshojnë gjeneratat. Prindët e mi kanë vdekur në nuk dërgoj pare në Kosovë, apo po dërgoj shumë më pak. Gjenerata e dytë e tretë nuk e kanë ndjenën as me ble objekte në Kosovë, as me ardhë pushim në Kosovë, nuk janë të lidhur as shumë me Kosovë. Inderum, falët për diasporën, djetë roli i diasporës në Kosovë, por fatkeqësisht gjendja sociale në Kosovë vazhdon të mos jetë e njëjtë. Ndërkaq qytetarët janë të zhgënjur nga të gjitha partitë politike, them të drejtën. Mirë po, dëshira për të dalë në protesta në një qeveri që ende nuk ka zënë vendin e saj, sa do t'i ketë jehon, pra kujt do t'i drejtohen ata qytetarë? Nëse do të kishte një qeveri aktive, do të kishte qenë më mirë që të bënë protesta, apo të vazhdojnë këto protesta ende e pa pasur një qeveri aktive në vendin tonë? Shqiqa, unë kam përvoj me protesta, me demonstrata, prej vitit 1981, 82, 89, deri sa kemi protestu. Kosovarët kanë një kulturë ndryshe të protestave. Në Shqipëri nëse sot i thret Sali Berisha në protesta, dalin 200-300.000. Po dhe nëse i thret Edi Rama, pa marrë parasysh, arsye thjesht dalin. Kosovarët kanë një kulturë tjetër. Nuk protestojnë letë, po dulen kosovarët në rrugë, atëherë është një problem i madh, për këndo që është në pushtet. Se atëherë me siguri se mlefi i akumulum shpërthen shumë, e kemi pa në vitin
1981-82, kemi pa në vitin 1989, dhe pse ishte Kosova në shtet rrëthim, të vriteshin çdo ditë ka 2-3 vetë, ka 5-6 vetë, na nuk jemi në bërë. E të kam që në vetë udhëhes si protestave në Lazën të Prishnica në Pej, edhe seminal as një ditë, kur rrisë. Mirë po tashmë gjërat sinqerisht kanë ndryshuar dhe fatmirësisht që kanë ndryshuar për kundër protestave që ju organizonin. Mirë po sa do të jetë e përballueshme për vetëvendosjen që të përballet me këto protesta nëse do të organizohen nga qytetarët, duke ditur se ishin vetë ata që patën organizuar goxha shpesh protesta, madje shpesh herë edhe eskalonin protestat e tyre me gjuajtje në objekte të ndryshme, madje edhe veturat shpesh herë të institucioneve të vendit janë rrëzuar, janë prishur, edhe kështu me radhë. Sa do të jenë të gatshme të përballojnë një protestë qytetare? Unë nuk besoj se ata e kanë atë ndjenjë. Nuk e kanë ndjenjën e bashkëjetesës me qytetarë dhe me problemet e tyre. Ata kur të përballen me protesta, atëherë që është vonë edhe për ta. Po unë po flasi njërë bukur, mirë informuar. Ata nuk e kanë shansën me formu qeveri, në asnjë mënyrë. Ata nuk do të krijojnë kur qeveri, për këtë arsye do të mbesin edhe disa ditë apo disa javë në pushtet, jo më shumë se 2 muaj, sepse afatet ligjore ka përcejnë, sepse nëse votohet kryeparlamentarja, atëherë do të thotë se ata i kanë vetëm 15 ditë afat në bazë të ligjit për me formu qeverinë, e po shihet se numrat nuk i kanë. Edhe me shpërguri se do të shkojnë në opozitë, për mënyrën që kanë udhëhes, mënyrën që kanë keqpërdor, mënyrën që janë sjell, me siguri se një pjesë e madhe e tyre do të përfundojnë para gjykatave, do të përfundojnë nëpër burgje, do të dënohen sepse hajnit kanë qenë masive. Këta, sikur këta kanë vjedhë edhe të tjerë, kanë keqpërdor edhe të tjerë, është shumë gjë e keqe që kanë keqpërdor se mu shkaku i atij pushtetit që nuk është qeverive cilat nuk kanë qeveris as mirë, kanë ardhur kanë pushtet. Ndërsa protestat e tyre, nëse i analizon njëri mirë nga kjo kohë, unë i kam kundërshtuar dhe atëherë se kryesisht kanë qenë me kauzat shpifura. Kanë qenë kundër unikut, kundër shpalljes pavarësisë, kundër demarkacionit atje. Unë vi nga zona kufitare, ku është vetë kufiri, jem nga Shkreli, atje kom lind. Na jemi fshati i fundit që kufizohemi me Malzi, dhe kufiri ka qenë gjithmonë po i njëjti që është konstatuar nga komisionet e Malit Zi dhe të Kosovës. Ata e kanë ngrit një akuzë plotësisht serbe dhe ruse, sepse ishte nuk donin Rusia dhe Serbia që Mali Zi të antarësohet në NATO, dhe demarkacioni i kufirit ishte kusht për atë. Dhe merrni me mend nga dita e sotme, po të ishte Mali Zi jashtë NATO-s, na do të kishim ushtarët rusë në Çakor, do të kishim anijet ruse në Ulqin, në Tivar dhe në Bregdetin malazes. Do me thonë ta nuk e kanë pas asnjë kauzë sociale, gjithaj kanë pas kauza politike. Ata kur vetëvendosja nuk ka thirrë, edhe në atë kohë ka pas probleme sociale. Ata nuk kanë thirrë protesta. Sa i përket sulmeve, na di se e kanë shti gazin kuvend, gazi është armë, e di se është sulmuar kuvendi me zolla, janë përdorë shtëpia e Mustafës, është kryeministit Mustafa është sulmu, kanë përdorë arsenal ndryshëm të armëve. Unë nuk e di se si është leju vetëvendosja që të ekzistojë si parti në Kosovë. Ata nuk e kanë njoft shtetin, nuk e kanë njoft simbolet, e kanë përdorë dhunën në përmarrën pushtet, dhe në çdo shtet demokratik ata është dashur qysh fillim mu qit jashtë ligjit, edhe nuk i kishim pas këto probleme që i kemi sot. Regja, unë ju falemderoj shumë që gjete kohë që t'jesh pjesë e Infodis, shpresoj që kur do të na vish në Kosovë do t'jesh edhe pjesë e studios dhe do të analizojnë edhe me tutje problemet politike dhe ekonomike në vend. Unë jam për momentin Kosovë, në vi shpesh Kosovë, nuk ka problem, me knaqësi të madhe.
Faleminderit shumë. Të nderuar shikues të Infodesk, ne do të kthehemi në studio përsëri për të diskutuar në lidhje me temat që kanë të bëjnë me kuvendin e Kosovës. Po ashtu do të kemi të ftuar edhe një avokat, i cili do të na flasë më shumë për çështjet e gjyqësorit në vend, si dhe për gjykimin e ish-krerëve të Ushtrisë Qlirimtare të Kosovës, ku atje në Hag ka vazhduar edhe sot seanca.